Deri në ditën e fundit të këtij viti ne do të arrijmë të mbledhim 1.968 milion euro. Kjo shumë përbën 135 milion euro më shumë se sa viti paraprak dhe te i kalon projekcionin prej 70 milion euro. Ne vlerësojmë se janë disa faktorë kryesorë që kanë ndiku në suksesin e të hyra, duke përfshirë rritjen ekonomike të gjithëbashme, mirë po ashtu edhe gatishmëria e bizneseve që të jenë të gatshëm me u përmbajt me ligjet sa i përket pagesës së tatimeve. Kjo është edhe më theksuar kur kemi parasysh faktin se afër 98% të hyrave realizohen përmes deklarimit vullnetar. Eksporti deri në 21 dhjetor është 929 milion, krahas 942 sa ka qenë i tërë viti i kaluar. Eksportet kryesore vendet që kemi pasur janë Shqipëria me 157 milion, Maqedonia 136 milion, Gjermania 106 milion, Zvicra 100 milion, Serbia 60 milion, ndërsa sa i përket importeve kemi Gjermani me 965 milion, Turqin me 903 milion, Kina 892 milion, Italia 359 milion dhe Maqedonia Veriore 344 milion euro. Dogana ka pasur një përmirësim të vazhdueshëm në luftimin e ekonomisë jo formale, duke qenë se kemi 18.6 milion euro vlerë të mallrave që kanë qenë subjekt i zbulimit, i ndalimit, i sekuestrimit ose konfiskimit, si dhe po ashtu me veprimet administrative kemi pasur një rritje të theksuar tek impakti i drejt për drejt tek luftimi i ekonomisë formale, me që kjo në këtë vit arrin në vlerën 42 milion krahas 32 sa ka qenë vitin paraprak. Padyshim pjesa e veriut ka qenë një problem i pazgjidhur kohë të gjatë dhe është përdorur si stri jo vetëm nga pjesa e kontrabandës, por edhe formave tjera të krimit. Ne kemi pasur raste të hetimit për kontrabandë, kemi gjetë që ajo pjesë është përdorur edhe për trafikim të qenieve njerëzore. Në 5 vitet e fundit kishte në vazhdimsi, pothuajse në gjitha vitet te kalim të projekcioneve. Pra në raport me atë që ishte projektuar në fillim të vitit sa i përket hyrave të mbledhura, deri në fund vitit ishte te kalu. Gjë që tregon për një sukses të vazhdueshëm në rritje, e kjo i bën që edhe ne projekcionet tona si Ministri e Financave do të me fillu edhe me i rikalibru, pra, me i përshtat me tempon e re të doganës. Po besoj edhe suksesi sa i përket rritjes së eksporteve, pra paraqet një trend të theksuar dhe një dallim të theksuar këto 5 vitet e fundit në raport me 5 vite tjera paraprake. Pra tashmë jemi afruar shifrës prej 1 miliard euro